Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se vendi i tij nuk e ka pranuar planin e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për Gazën. Presidenti Trump dhe ekipi i tij mendojnë se mund ta detyrojnë Hamasin të çarmatoset dhe të demilitarizojë Gazën. Ne po e shqyrtojmë këtë. Ata na dërguan një draft. Ne nuk ram dakord me të, nuk ishte drafti ynë. Ne u dërguam atyre komentet tona. Rastësisht ne i dërguam komentet tona para fushatës mediatike mbi këtë çështje. Ky është qëndrimi ynë. Ne qëndrojmë të vendosur në mbrojtjen e interesave tona, si me mençuri, ashtu edhe me vendosmëri, mendoi unë. Ai theksoi se çdo tërheqje e ushtrisë izraelite nga territori palestinez duhet të ndodhë vetëm pas çarmatimit të plotë të Hamasit. Unë qëndroj vendosur në mbrojtjen e interesave tona të sigurisë. Ne nuk do të tërhiqemi nga linja tona aktuale derisa Hamasi të çarmatoset plotësisht. Kjo është e para. Së dyti, ne kemi udhëzuar ushtarët të bëjnë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur veten, për të mbrojtur territorin ton dhe për të mbrojtur qytetarët tanë. Deklarata e kryeministrit izraelit erdhi pas një takimi me Këshillin e Paqes të ngritur nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili po ndërmjetëson për zbatimin e fazës së dytë të planit për armëpushim në Gaza. Sipas burimeve izraelite, ushtria do të vijojë të mbajë pozicionet që kontrollon aktualisht në rripin e Gazës dhe nuk do të tërhiqet derisa të përfundojë procesi i çarmatimit të Hamasit. Ndërkohë, Hamasi është shprehur i gatshëm të pranojë propozimin e paraqitur nga Donald Trump, i cili parashikon ndërprerjen e luftimeve nga të dyja palët, çarmatimin e grupit palestinez dhe tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori i Gazës. Në të njëjtën kohë, Netanyahu po përballet me presion politik në vend, teksa përgatitet për zgjedhjet parlamentare të tetorit. Aleatët e tij të krahut të djathtë kundërshtojnë marrëveshjen e propozuar dhe kërkojnë që ajo të hidhet poshtë përmes një votimi.